E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me Big Brother VIP Kosova, këtë herë për të fokusuar tek Dolce. Dolce, natën e mbrëmshme, përfundimisht është larguar nga eksperienca e saj në Grande Fratello. Në fakt, Olsa Muhameti, producentja e Big Brother VIP Kosovës, në Instagramin e saj, e kishte publikuar më njëherë largimin e Dolces nga Grande Fratello, duke shkruar që misioni u kompletua. Realisht nuk është e lehtë, paktën ne që merremi me media e dim shumë bukur se sa e vështirë është që të krijosh një aleancë të tillë, të krijosh një miqësi të këtill, sidomos me një format që është i ngjajshëm me tëndin. Por Dolce, siç duket, i nxori faqe bardh edhe produksionin e Big Brother VIP Kosovës, sepse me hyrjen e saj nuk është që Grande Fratello pati dështim, nuk është që Grande Fratello pati rënje, por Dolce erdhi me atë aurën e bukur që ajo posedon, vetëm e vetëm duke i dhënë më shumë shkëlqim asaj shtëpie, vetëm e vetëm duke marrë më shumë vëmendjen e atyre banorëve dhe duke jetuar në maksimum sikur të ishte një banore që kishte ndenjur me muaj të tërë brenda Grande Fratellos. Ajo me shumë kënaqësi, me shumë pozitivitet, me shumë energji të mirë, domethënë ndjehej e realizuar, natën e mbrëmshme u largua nga Grande Fratello për t'u thuar dhe për t'u bërë pikërisht sonte gjatë prajmit pjesë përsëri e Big Brother VIP Kosovës. Tani, pyetja është kjo: a do të vazhdoj marrëdhënia me Edin që nga sonte kur Dolce do të kthehet? Marrëdhënia me patjetër që do të vazhdoj. Edi e ka thënë edhe në kohën kur Dolce nuk ishte pjesë e Big Brother VIP Kosova që ai ka dashuri për Dolcen, që ai ka emocion për Dolcen, që ai ka ndjenja për Dolcen dhe mendoj që kjo puna që Dolce iku drejt Italisë, domethënë ishte një përzgjedhje që në fillim në fakt mu duk një përzgjedhje e gabuar, mendoja që do të ishte Linda Rej më adekuate, por normalisht producentët kanë patur fatin që t'i takojnë, të ndajnë kohë të psikologët i kanë studiuar dhe kanë arritur në përfundimi se kush do të ishte më mirë përzgjedhja që do të bënte Big Brother VIP Kosova për të shëndritur në Grande Fratello, dhe ishte Dolce. Mendoj që tani kjo përzgjedhja e Dolces, ku Dolce nxori dhe natyrën e saj atje, domethënë zgjuarsi që nuk e kishte treguar më parë në Big Brother VIP Kosova, do t'i ndihmojë jashtëzakonisht shumë dhe do ta bëj Dolcen edhe një figurë më të fuqishme dhe më super në këtë rrugtimin e Big Brotherit. Tani, sa do t'i ndikojë rrugtimi i Grandes Dolces në Big Brother? A do të merr këtu fuqizimin e banorit më të fortë? A do të jetë këtu banoria që do të trazoj ujrat? A do të jetë këtu banoria që do të bëj namin? Apo do të jetë ajo Dolcia që me stilet e saj, me bukurinë e saj, me sharmin e saj do të bëj për vete të gjithë banorët e Big Brother VIP Kosovës? Për shembull, ajo në Grande Fratello vishej, rregullohej, përdorte fustane të shtrejta, të bukura, ndërsa në Big Brother nuk është se ka qenë aq aktive. Do shohim tani se si do shkon, nuk dua të them që Dolce do të jetë fituese, sepse mendoj që ka banor më të fuqishëm aty brenda, po në qoftë se Dolce është motivuar nga Grande Fratello dhe ka marrë atë super energjinë e madhe për të bërë lojën edhe më të fuqishme në Big Brother VIP Kosova, sepse atje i rriti shikueshmërinë. Besoj që këtu do të arritën shikueshmërinë dy fish më shumë, sepse tani publiku do t'i intereson marrëdhënia me Edin, situatat me Edin, a do të flej me Edin, çfarë do të flet me Edin, si do të jetë afrimiteti Dolces me Edin etj etj. Dhe mendoj që Big Brother VIP Kosova në një farë mënyre këtë vit po i krijon fenomenin në femra. Dua të marr mendimin tuaj, si shikoni ju rrugtimin e Dolces tani nga Grande Fratello në Big Brother VIP Kosova?